Në një kohë që mazhoranca socialiste shtiu pafat në mbledhjen e Këshillit të Mandateve për shqyrtimin e kërkesës së SPAK ndaj Birinda Ballukut, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e çoi çështjen në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për mbrojtje politike të zëvendës kryeministres. Berisha deklaroi se prokuroria ka kërkuar arrestimin dhe heqjen e imunitetit Ballukut, por sipas tij iniciativa është bllokuar nga vetë kryeministri Rama. Prokuroria kërkoi arrestimin dhe heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres. Kryeministri i quajtur Amaduro Imall e bllokoi iniciativën e prokurorisë dhe nuk po e lejon. Pse? Sepse në çdo tre rreshta të kësaj dosjeje gjendet emri i tij. Kreu Demokrat akuzoi gjithashtu qeverinë për abuzime serioze me të dhënat shtetërore, duke përmendur Agjësinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Akshin. E njëjta gjë po ndodhe me Akshin. Të gjitha të dhënat po eksportohen tek bandat kriminale dhe banditët. Gjatë fjalës së tij në anglisht përpara përfaqësues Evropian, Berisha u përpoi shtibinte ata se Edi Rama ka kriminalizuar jo vetëm shtetin shqiptar, por edhe parlamentin. Jam këtu për të denoncuar dy faktorë madhor që mund t'i shkatrojnë zgjedhjet. Njëri është shtet-parti, ku zgjedhjet zhvillohen në klimën e një partie shtet. Problemi i dytë madhor është narkoshteti. Narkoshteti është një gjendje në të cilën droga dhe krimi shndrohen në vota dhe votat më pas shndrohen në krime. 28 deputet kanë hyrë në parlament të mbështetur nga kartelet më të fuqishme të drogës. Për të dytën ditë radhës, zyra e shtypit e Partisë Demokratike shpërndau dhe qëndrimet e Berishës kundër asaj që ai e cilëson si terapi konvertuese për ndryshimet e gjinisë, të cilën e përshkroi si një akt njerëzor dhe ekstrem të së majtës së radikale.